SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim çështjen penale ndaj grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga Lart Haxhiu. Bashkë me të në bankën e të akuzuarve do të ulen edhe Kristi Bixheku dhe Artan, i njohur ndryshe si Marius Stafani. Sipas deklaratës së prokurorisë së posaçme, grupi akuzohet për një sër krimesh të rënda të kryera në periudhën 2021 deri në maj 2023. Lista përfshin vrasje me paramendim, atentate për gjakmarrje, përdorim eksploziv në ambientet publike dhe vjedhje të armatosura. Hetimet provuan se grupi kishte siguruar armë, municione dhe lëndë shpërthyese në sasi të mëdha, të cilat u përdorën për të goditur kundërshtarët e tyre, thuhet në deklaratë. Vetëm Lart Haxhiu rezulton i përfshirë në më shumë se 10 ngjarje kriminale, mes tyre vrasja e Çayub Selimit në Tepelen, ekzekutimi i Friedman Xhaferajt në Korçë dhe atentati me eksploziv ndaj pronës së familjes Rajku në Durrës. Po ashtu ai akuzohet për sigurimin e kushteve dhe eliminimin e disa personave që konsiderohen pjesë e grupit rival të Aldobares. Hetimi thekson se veprimtaria kriminale nisi si hakmarrje për vrasjen e kushuririt të tij, Lodian Haxhiu, dhe më pas arrestimit të miqve të tij, Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. Në korrik të vitit 2024, Haxhiu u ekstradua nga Greqia. Përveç Haxhiut, në dosje përmenden edhe emrat e Lulzim Spahis, Ligor Romaçkës, Bledar Berberit, Erisiano Abedinit, të cilët akuzohen për bashkëpunim në disa prej ngjarjeve më të rënda. Me mbylljen e hetimit, SPAK ka kaluar tashmë dosjen në gjykatë. Në procesin që pritet të nisë, prokuroria do të përpiqet të provojë se grupi Haxhiut ishte një strukturë mirë organizuar kriminale që përmes dhunës, shpërthimeve dhe vrasjeve synon të eliminimin e rivalëve dhe friksimin e kundërshtarëve.